Atëherë mirë se erdhët në modulin 2 të social media marketing në 2026. Përpara se të futem tek moduli 2, desha t'ju falenderoj edhe një herë për përkushtimin dhe për angazhimin që keni treguar, domethënë në modulin e parë, edhe gatishmëria për t'i realizuar detyrat në kohë, domethënë ju falenderoj. Siç e përmenda edhe më parë, detyrat janë kryer siç duhet dhe pak a shumë në të njëjtën metodë do vazhdojmë edhe me modulet e tjera. Sot futemi tek një nga pjesët më të rëndësishme të social media marketing, që është strategjia dhe pozicionimi. Pra, në modulin e parë shpjeguam pak a shumë panoramën e përgjithshme të social media marketing në 2026 dhe siç e treguat edhe me detyrat, e keni kuptuar shumë mirë atë thelbin e social media marketing në 2026 dhe tani do thellohemi akoma më shumë tek pjesa e strategjisë. Shumë njerëz postojnë çdo ditë, por shumë pak rriten realisht. Atëherë, në modulin 2 do të prekim temat kryesore që do të jenë, domethënë janë personal brand versus business brand, pra do shpjegojmë ndryshimin midis tyre të dyave, buyer persona, pra tipi i klientit, ku do të fokusohemi përpara se të krijojmë strategjinë në rrjetet sociale, content pillars që i kemi prekur dhe në modulin e parë, pra llojet e kontentit që do të kemi tek strategjia jonë në rrjeteve sociale, smart goals që do i shpjegojmë pak më vonë dhe analiza e konkurrencës. Në këtë modul, siç e shikoni dhe në foto, do të shpjegojmë pak a shumë cila është strategjia që të arrijmë nga pika A në pikën B. Pika A është pika ku ju jeni aktualisht, domethënë fillimi përpara se të krijoni strategjinë që do të përdorni në rrjetet sociale me biznesin tuaj apo me brandin tuaj. Dhe pika B është ai qëllimi që e prekëm dhe të detyra e parë, domethënë ku doni të arrini ju minimalisht në 3 muaj të ardhshëm. Çfarë është strategjia? Strategjia pra është plani që ju çon juve nga pika ku jeni deri tek pika ku dëshironi të jeni. Shumë njerëz sot postojnë çdo ditë, por shumë pak rriten realisht. Dallimi domethënë midis këtyre njerëzve, midis këtyre që kanë një strategji dhe atyre që nuk kanë, është pra strategjia. Çfarë është strategjia? Strategjia është një plan i menduar mirë që të çon nga pika A në pikën B. Pse shumica dështojnë? Është sepse pa strategji nuk kemi një plan të qartë se si do ta ndërtojmë kontentin në rrjetet sociale. Pra në social media pika A është pika ku jeni sot, pra pak followers, pak shitje, pak leads, dhe pika B është pika ku doni të arrini, pra doni të arrisni faqen tuaj apo brandin tuaj apo biznesin tuaj, doni të keni më shumë klient, doni të keni më shumë të ardhura. Një biznes sot për shembull ose një faqe pa strategji sot poston për shembull për një temë të caktuar, nesër për motivim, pas nesër për meme ose për një trend të caktuar dhe algoritmi nuk e kupton se kush jeni. Gabimet më dha që shohim çdo ditë është që njerëzit postojnë pa plan, pra bizneset postojnë pa plan, nuk e dinë se për kë po flasin, pra nuk e dinë se cilës audiencë po i drejtohen dhe kopjojnë të tjerët pa kuptuar pse funksionon. Pra shikojnë tek biznese të ndryshme apo tek brende të ndryshme që ato bëjnë një lloj kontenti dhe mundohen ta kopjojnë dhe ta bëjnë fiksi që kanë bërë ata. Por kjo nuk ka sukses, sepse ne duhet të diferencohemi. Dhe e fundit është që nuk analizojnë rezultatet. Kemi atëherë futemi tek pjesa e personal versus business brand. Pra kemi dy lloje brandesh, brandi personal, ku ju mundoni që të reklamoni veten tuaj, shërbimet që keni, pra si personal brand, si profesionist, dhe business brand është siç njohin për shembull brende të ndryshme. Pra tek personal brand ju jeni fytyra e brandit, ndërsa tek business brand brandi është fytyra, pra logoja ose identiteti i brandit. Ja këtu për shembull shikojmë
mikro influencer versus një brand famshëm për shembull Fanta ose Coca-Cola. Pra kjo është diferenca. Tek e para ju jeni fytyra, ndërsa tek e dyta brandi është fytyra. Atëherë personal brandi është shumë i fuqishëm sepse njerëzit lidhen emocionalisht me ju, me ty. Pra është shumë më lehtë që të mbahet me një person sesa një brand i caktuar apo një biznes i caktuar. Sepse edhe mënyra se si ai komunikon është, domethënë, shumë e prekshme, duket sikur ti po flet nga afër me atë person. Pra krijon besim më shpejt dhe shitet bëhen më lehtë. Në 2026 njerëzit blejnë nga njerëzit, pra dhe jo nga produktet. Sepse nëse njerëzit të besojnë ty, atëherë ata blejnë edhe ato që ti promovon. Ndërsa business brand, pra brandi si biznes, është më i strukturuar, sepse duket më profesional, pra mënyra se si bëhet kontenti dhe mënyra se si bëhet strategjia është më e strukturuar. Mund të rritet më lehtë si kompani, sepse është shumë më lehtë kur ti ke një ekip që punon për kontentin apo për strategjinë apo për aspekte ndryshme të biznesit, sesa kur ti je vetëm. Pra, edhe pse si personal brand është më lehtë për të krijuar besimin, është më e vështirë rritja sepse kërkon më shumë kohë dhe kërkon më shumë punë. Pra nuk varet nga një person tek business brand. Si atëherë, përpara se ta krijojmë strategjinë, si e zgjedhim ne? Pra si do ta zgjedhim, a jemi personal brand apo business brand? Pyetja kryesore është, a dua të jemi unë fytyra e brandit, pra a doni të jeni ju fytyra e brandit? Nëse po, atëherë keni dy lloje. Nëse jeni content creator, pra profesionist që reklamoni shërbimet tuaja, produktet tuaja, jeni një personal brand, dhe dyta është nëse ti ke biznes, pra ke mundësinë që të reklamosh produkte dhe shërbime si biznes, por ke edhe mundësinë që ti kombinosh të dyja. Shumë brende sot e përdorin këtë, për shkakun që është pronari i biznesit, bën reklamimin edhe si brand, pra si biznes, po edhe vetë ai del dhe flet, domethënë, për shërbimet dhe produktet e tij. Deri këtu keni ndonjë pyetje? Okej. Vazhdojmë. Buyer persona, pra si do ta përcaktojmë cili është klienti ynë ideal dhe çfarë kontenti duhet të krijojmë për këtë klientin ton ideal. Gabimi më i madh që bëjnë brandet sot, personal brandet dhe bizneset, është që duan të shesin për të gjithë. Pra do të thotë për të gjithë njerëzit. Thjesht çdo ditë domethënë hedhin kontent dhe hedhin postime për të gjithë njerëzit. Domethënë thjesht postojnë produktet apo shërbimet pa pasur në mendje se kujt do t'i drejtohen. Kjo është gabim sepse duhet të kesh një person specifik në mendje kur krijon kontent. Çfarë duhet të dish për klientin? Për klientin duhet të dish janë këto 9 pikat që i kemi trajtuar dhe në fillim, pra sa vjeç është, mosha, gjinia, çfarë problemesh ka, interesat që kanë, çfarë do të arrijë, çfarë i pengon, pra të gjitha aspektet dhe të gjitha gjërat që intereson audiencës tuaj, ju pra duhet futeni te kjo psikologjia e të njohurit të klientit. Pra sa më mirë ta njohim klientin ton ideal, aq më lehtë është për ne që të krijojmë kontent i cili do ta tërheqë këtë klient ideal dhe do të rrisi besimin, dhe kjo pastaj sjell dhe shitjet. Pra gjeneron klient dhe shitje. Për shembull, nëse ne kemi një vajzë që është 20 vjeç, pra i marrim këto si pika reference. Pra është një vajzë 20 vjeç që është studente, do të humbasi peshë dhe ndihet e pasigurt për trupin. Ne, në momentin që ndërtojmë strategjinë e këtij brandit, të kontentit, do të kemi në mendje këto pika kryesore. Pra, duhet t'i referohemi këtyre pikave përpara se të fillojmë të krijojmë postime apo video informuese apo video që do të tërheqin këtë lloj personi. Pra, çdo video dhe çdo postim që ti bën duhet të flasi direkt për këtë person, në mënyrë që ta tërheqë. Dhe në momentin që kjo vajza që është 20 vjeç, studente, do të humbasi peshë dhe ndihet e pasigurt për trupin, në momentin që shikon postimet nga ju,
atëherë ajo thot ky content është për mua dhe ju bën follow dhe është në të ardhmen një klient potencial për ju. Tek pjesa e content pillars, mund t'i konsiderojmë si shtyllat kryesore të kontentit. Pra temat që do të përsëriten vazhdimisht, pra temat që ne vazhdimisht do të krijojmë kontent sipas këtyre temave. Katër content pillars që janë më të përdorat janë edukimi, informimi, argëtimi dhe shitja. Pra janë lloje postimesh apo videosh që kanë këto tematika. Edukim, pra që edukojnë audiencën vazhdimisht, që mund bëhet për shembull shumë mirë me postimet karusel apo me video, informimi, që mund bëhet me të gjitha llojet e postimeve, argëtimi, siç e kemi parë që janë video që përdorin për shembull meme ose trende të ndryshme që tërheqin audiencën dhe kanë shumë views, marrin shumë views. Dhe pjesa e shitjeve që nuk duhet të jetë shumë e shpesh, si më thënë, është gjë që mërzit audiencën nëse e bën gjithkohës, por duhet të jetë e moderuar. Pse janë të rëndësishme këto content pillars, pra këto temat që ne vazhdimisht duhet i prekim në contentin tonë. Pa content pillars, contenti është kaotik, pra ne nuk e kuptojmë se çfarë, nëse futemi në një faqe të caktuar, nuk e kuptojmë se çfarë industrie është, për çfarë flet, cili është qëllimi kryesor, çfarë shërbime ka, çfarë produkte shet, dhe audienca, si më thon, hutohet. Ndërsa me këto content pillars, algoritmi e kupton se çfarë lloj kontenti ti poston dhe janë nxjerr audiencës potenciale, pra klientit potencial që do t'i shikojë këto lloj postimesh. Pra audienca lidhet me ty më shumë dhe rritesh, në këtë mënyrë ti rritesh më shpejt. Tek pjesa e Smart Goals, pra Smart Goals janë akronimet, pra SMART, S-ja specific, është një content që është specifik dhe i qartë, pra është qëllim specifik dhe i qartë. Measurable, pra është i matshëm, achievable, pra është i arritshëm, real, relevant që lidhet me industrinë tënde, pra me llojin e biznesit që ti ke, dhe time bound është që është i kufizuar në kohë. Pra, përpara se ne të krijojmë strategjinë e kontentit për faqet tona, duhet kemi parasysh këto goals. Për shembull, nuk mund të themi për shembull, qëllimi i secilit nga ju nuk është thjesht dua followers, por duhet të jetë specifik, duhet të jetë sipas këtyre pikave. Pra, për shembull, dua 10.000 followers në 3 muaj të ardhshëm duke postuar 2 herë në ditë. Pra ju edhe tek detyra e keni prekur, domethënë goalin specifik për brenda 90 ditëve se çfarë doni të arrini dhe e keni bërë shumë mirë. Pra, sipas këtyre, dua 10.000 followers. Pra është measurable, është i matshëm, 10.000. Në 3 muaj, pra është i matshëm në kohë, i kufizuar në kohë, time bound, duke postuar 2 herë në ditë. Pra është sasia, është diçka e prekshme, domethënë specifike dhe e qartë. Kjo është ideja. Tek pjesa e analizës konkurrencës, ne gjithmonë përpara se të krijojmë kontent, siç e kemi përmendur edhe më parë, duhet të kemi në mendje se çfarë krijon konkurrenca jonë. Por, domethënë, nuk do të fillojmë nga zero. Shumica e njerëzve që fillojnë krijojnë kontent apo e bizneseve mendojnë se do të shpikin diçka të re që nuk është bërë ndonjëherë, por kjo nuk është e nevojshme sepse kontenti është krijuar nga shumë biznese dhe pra tregu ekziston dhe ti tashmë, domethënë, mund ta marrësh këtë si referencë për të krijuar kontentin tënd. Pra ka njerëz që tashmë po marrin views, followers dhe klient dhe ti mund ta përdorësh këtë lloj strategjie duke përshtatur për biznesin tënd. Çfarë analizojmë tek ky content? Pra, tek konkurrenca, është çfarë ata postojnë, pra duhet ta bëjmë mirë, shumë mirë llogaritjen, pra duhet jemi të vëmendshëm se çfarë ata postojnë, cilat video marrin views, pra cilat janë ato video apo postime që performojnë më mirë, mënyra se si komunikojnë dhe se si flasin këto brende, mund përdoret si referencë, dhe çfarë mungon, pra çfarë është ajo gjë që ju mund të bëni ndryshe nga këta konkurrent. Kjo është ajo që do t'ju veçojë. Pra sekreti është ky. Mos kopjoni, pra ju duhet keni stilin tuaj, duhet keni mënyrën tuaj se si e krijoni kontentin, por mund ta merrni si ide nga konkurrenca ose nga tregu, çfarë funksionon ditët e sotme dhe e përmirësoni.
Pra pyesni veten, si mund ta bëj më mirë dhe si mund ta bëj në stilin tim. Atëherë, sot mund ta bëjmë dhe si praktik, që marrim, nëse dëshironi një nga ju, mund të marri faqen ose e bëjmë me radhë, e bëjmë konkretisht me secilin nga ju, tek faqet që keni, e bëjmë si praktik. A jeni të gatshëm? Dëgjoj her pas here me shkëputje. Ndoshta është problemi i internetit. Gjithkohës jam dëgjuar kështu? Nga cila pjesë? E kumë deri tash në rregull këtë në rregull. Në rregull. Unë në momentet vogla, po tani nga fundi pak më shumë. Cila është pjesa që nuk dëgjove? Jo, thelbin e kapa, nuk është se humba gjë, po është isha të shkëputje tek lidhsat e vogla të fjalëve. Kuptoj. Po, përsërit edhe një herë i komplet pjesën e fundit, për kohën e praktikës. Po, për pjesën e praktikës thash që mund ta marrim konkretisht një nga faqet tuaja dhe e bëjmë të analizën. Si duash mund ta marrësh trajnimin tek online. Okej. Pra, për trajnime online, shikojmë 4 pillars që janë përdorura, për shembull, konkretisht, për shembull, kjo është kontent edukues. Kemi kontent që është edukues, kemi kontent që është për pjesën e shitjes, ky është postim që është për shitje, edhe kjo është pjesa e kontentit informues ose edukues. Kjo është pjesa e content pillars. Tek smart goals, për shembull, po e angazhojmë dhe Ilirin te pjesa e smart goals. Cili është një qëllim që do të arrish për shembull me pjesën e trajnimeve, duke marrë parasysh këtë. Me i shtu, do të thënë studentët në grupe, edhe Për me shembull, specifik, duhet të jetë specifike. specifike, për shembull, ta kem një grup dikon prej minimumi 10 deri në 30 Po, studenta. kjo është specifike dhe e matshme. Është dhe arritshme, se është diçka e mundur që realizohet.
Dhe brenda sa kohë është për shembull? Ë, brenda dikund 2 deri në 4 muaj. Po, domethënë, kjo është duke u bazuar në smart goals. Nëse do ishte më e thjeshtuar, për shembull, dua të rris numrin e studentëve, kjo është e paqartë. Pra duhet të jetë sa më specifike. Në këtë mënyrë, domethënë, Iliri mund të krijojë content duke u bazuar te ky qëllim. Pra jo thjesht dua followers ose dua më shumë klient, por të jetë specifike. Dua 10.000 followers në 3 muaj duke postuar 2 herë në ditë. Tek analiza e konkurrencës, për shembull, mund të marrim si shembull qendrën Dominosoft, po e marrim si shembull konkurrence. Për shembull, e zëm se ky është një konkurrent i trajnime.online. Çfarë bëjmë? Shikojmë kontentin kryesor që këta postojnë për shembull. Dhe jo ti kopjojmë siç janë këto fix, por mund të marrim disa ide kryesore dhe mund t'i bëjmë në stilin ton, pra në mënyrën ton. Pra çfarë ata postojnë, çfarë video marrin më shumë views, pra kush performojnë më mirë, mënyra se si ata komunikojnë dhe çfarë mungon tek faqja e tyre, për shembull, ne mund ta bëjmë më mirë ose mund ta bëjmë në stilin ton. Kto ishin pak a shumë. Detyra për ju do të jetë që të dorëzoni një strategji të plotë, duke u bazuar pra te ky moduli 2. Do të krijoni buyer persona, pra klientin tuaj ideal, sipas faqes tuaj, sipas biznesit tuaj, content pillars, pra llojet e kontentit, temat që do të prekni, smart goals, pra vendosja e qëllimeve smart sipas kësaj metode dhe analiza e konkurrencës. Konkretisht, detyra është kjo, pra unë do ta vendos tek grupi WhatsAppit dhe ju do t'i plotësoni të gjitha këto sipas kategorisë tuaj, sipas industrisë tuaj. Pra buyer persona do të vendosni moshën, gjinin, problemi kryesor që ka audienca, pra klientët potencial, qëllimi, çfarë i pengon ose çfarë probleme kanë dhe çfarë konsumojnë online, pra ku janë më shumë, janë në Instagram, janë në TikTok, janë në YouTube. Content pillars, pra 3 deri në 7 shtylla kryesore kontenti dhe idetë për secilin. Smart goals, pra do vendosni një objektiv të qartë sipas smart goals dhe analiza e konkurrencës. Kjo ishte. Keni ndonjë pyetje deri këtu? Edhe sot pak a shumë kjo ishte pak e shkurtër, si me thonë, se është akoma pjesa teorike, nuk është se jemi futur në praktik, dhe më thonë, të pjesa e programeve. Rej, që kjo Po, pjesa e smart strategjisë, kur e krijon këtë smart strategjin, a ke ndonjë program apo thjesht analizon ti me, 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 me mendën që për sa periudhë kohore do i dalë, dhe më thënë, koha apo... kjo nuk është se është e matshme, me thonë drejtën, po që është pak a shumë sipas ecurisë faqes, e shikon. Mhm. Si me thonë, t'ja vendos vetes një qëllim, se nuk është se e gjën do të fix për sa kohë shkon 10.000 followers, ma kupton? Fiks. Pa. Po kjo shërben, si me thonë, si motivim që ti të fillosh të krijosh content dhe që ta arrish sa më shpejt atë qëllim. Fiks. Pyetje tjetër?
Tek moduli para hasët ndonjë vështirësi tek realizimi i detyrës? Do i lutesha domethënë nëse keni mundësi edhe të angazhoheshit pak më shumë që ta bënin pak më interaktive, domethënë, më konkrete, në mënyrë bashkëbizetimi. Po, atëherë si krijohet kontenti, çfarë programesh do të përdoren? Kjo varet se si e keni, domethënë tek ky trajnim ne do të marrim Canva-n, që është programi kryesor për krijimin e grafikave, që mund të përdoret edhe për video, edhe për postime, edhe për foto, dhe CapCut, që është për krijimin e videove. Këto janë të dyja, domethënë baza e krijimit të kontentit, që do t'i mësojmë domethënë në modulet e ardhshme. Nuk e di nëse ndonjëri nga ju e ka përdorur për shembull Canva ose CapCut. Atëre, unë Canva e kam përdorur pak, atë free gjithmonë, Po, nuk është po. se Proja, po. të presim për një moment më të vonshëm. Dhe për mendimin tim, vështirësitë do i kemi momentin që do fillojmë realisht të aplikojmë dhe t'i vëmë në funksion të faqeve tona, se aktualisht teorikisht Po. janë të qota. Nga ana Po, teorike po. jemi okay, i kuptojmë, mund t'i Kjo është zbatojmë, t'i hedhim idetë tona, puna është kur t'i hedhim aty dhe si do i hedhim dhe si do i po, bëjmë dhe pa çfarë merak, se ne do e prekim domethënë me detaje, konkretisht domethënë si krijojnë postimet, pjesa e koncepteve kryesore të graphic designit, domethënë si duhet i ruajnë titujt, të gjërat kryesore që të bëhet sa më të rej se postimet, po do i prekim të gjitha domethënë te moduli. Absolutisht, po besoj që aty do jetë dhe momenti që ne do Po, po. kemi më shumë nevojë dhe do kemi dhe ato pikpyetjet tona më të mëdha. Po ajo do të që domethënë që edhe kërkon pak më shumë kohë edhe praktik, që ti vendosni edhe te faqet tuaja domethënë në punë. Pikërisht. Pyetje tjetër? Ok, atëherë nëse nuk ka pyetje, e, atëherë se përfundojmë për sonte me kaq nëse edhe rej është gati. Po, nëse nuk ka pyetje, shihemi në modulin e radhës, ku do të merremi me planifikimin e kontentit dhe me kalendarin e kontentit. Ok, në rregull. Ju falenderoj edhe një herë për kohën, për vëmendjen, dhe shihemi në modulin e radhës.